Istren, fshat I cili gjendet jo më shumë se 13 kilometra larg qytetit Berat. Në përbërjen e shkollës ka dhe fëmijë të fshatrave përreth. Fshatrat të cilat gjenden në një largësi të konsiderueshme nga shkolla. Fëmijëve ju duhet të ecin çdo ditë në këmbë për të arritur në shkollë, pavarësisht kushteve të vështira të rrugës. Edhe pse ligji I arsimit parauniversitar për transportin e nxënësve mundëson atyre fëmijëve që gjenden larg 2 kilometra nga shkolla transportin falas, nxënësit e kësaj shkolle nuk janë përftues të tinejt. Sa nxënës të shkollës tuaj vijnë nga fshatra minoritësi afërsisht 2 kilometra nga shkolla. Atë shkollën të fëmijë ka fëmijë që janë nga disa lagje të fshatit dhe nga një fshat nga fshati Vojnik. Dhe janë rreth 30 nxënës të tillë që udhtojnë për çdo ditë rreth 2 kilometra apo mbi 2 kilometra largësi nga vendbanimi deri në shkollë. A ka një linjë transporti të këtyre nxënësve? Nuk ka linjë transporti për asnjë nga këto lagjeve fshatin përpara, realisht në shkollë ka lejuar vitën parë dhe linja transporti, kryesisht fshati Vojnik, por në momentin e paralizoi një linjë tjetër. Pse mungon? Çështë të vini shkollor, pasën se vini shkollor, detyra arsimore, Ministria për Klasë e Arsimit, edhe njësitë vendore, hapën tenderat për linjat I njohura nga qarku Berat për të udhëtuar nxënës mbi 2 kilometra drejt shkollës. Normalisht, drejtoria e shkollës tonë dërgoi listën emërore të nxënësve për katës që udhëtojnë në këtë rrugë, nga vendbanimi I tyre deri në shkollë. Por deri tani nuk ka asnjë person interesuar në temë për të bërë këtë udhëtim. Dhe normalisht, si do të hangesë tani edhe arsye mund të jetë edhe pamundësia ekonomike e prindërve për të bërë pagesën e përditshme kundrejt personit që do ofrojë shërbimin dhe kjo situatë na ka detyruar deri tani nxënësit të udhëtojnë në këmbë për të pjesë rrugë. Diamanti është një prej nxënësve që bën çdo ditë në këmbë rrugën për në shkollë. Çfarë klase jeti? Klasa e dytë. Sa herë ditë bën rrugën për në shkollë? 2 orë. Dhe sa e gjatë mendon se është rruga për të ardhur deri këtu? Rreth 7 kilometra. Së bashku me Diamantin sot rrugën që ai bën çdo ditë për të ardhur dhe për të kthyer për në shtëpi. Ndodhemi as në çerekun e rrugës, dhe unë ndjej veten të lodhur, ndërkohë që Diamanti e bën këto rrugë çdo ditë. Diamanti vjen vetëm çdo ditë në shkollë? Po, me raste kam dhe një shok, po me raste. Dhe sa do duhet ty për ta ngjitur këtë malore? Më duhet rreth gjysmore. Dhe lodhesh besoj. Po. Çdo ditë. Po a nuk e frik vetëm nëse ka qenë ose ka shtegra të pyllit? Kam, po jam mësuar gjatë kalimit të kohës. Kuptoj. Në disa zona ka akoma të borë nga ajo e para disa ditëve. Diamanti bën ti kur ka shi ose borë për të ardhur në shkollë? Herë vi, herë nuk vi. Marr masat edhe shkoj. Kuptoj. Po ftohet si ja bën me të ftohtin? Vishem me xhup I marr masat. Pas më shumë se një ore 3 çerek rrugë, siç duket edhe moti është ftohur, ne arrim të shohim shtëpitë e fshatit të Diamantit. Një fshat siç duket me shumë pak familje dhe shumë pak banor. Diamanti e bën çdo ditë të rrugë. Cila është pjesa më e vështirë e rrugës? Kjo pjesa e rrifave këtu? Po, kjo është. A rrëshketi ndonjëherë? A I rrëzuar ndonjëherë duke ikur për shkollë? Po, ka raste, sidomos kur është ftohtë dhe ka ngrirë.
jeni baba i Diamantit, a jeni shqetësuar juve si djali ecën shumë orë në këmbë për të shkuar në shkollë? Normalisht jemi të shqetësuar, se për të llogaritsh, domethënë në ditë i bie 4 orë rrugëtim. Dhe mendja mua më rri gjithmonë, gjithsa niset, derisa të kthehet. Cila mund të jenë pasojat që mund të ketë rrugës për shembull? Pasojat që mund të jetë rrugës, gjërat e egra, pakujdesia domethënë e sigurimit të jetesë të atij djalit domethënë që niset dhe mund mos kthehet se çfarë nuk mund të pritet, përderisa dëgjojmë në për televizion, për gjëra që domethënë ja rrëmbyer fëmijë, atë ashtu domethënë kjo është gjë e më e pasigurt për të gjithë. A ka pasur fëmijë në këtë zonë që nuk e kanë ndjekur fare arsimin 9-vjeçar? Ka. Domethënë sidomos nga 96 deri në 2200. Domethënë që nuk e kanë ndjekur fare arsimin 9-vjeçar. Ju jeni ndër prindërit e vetëm që investoni domethënë edhe në mënyrë morale për të mbështetur arsimin e fëmijëve tuaj, ëh? Po mundohem që të bëjmë më të mirë për djalin tim. Ka nxënës që duan vërtet arsimin në këtë vend, sepse në këto kushte rruge vërtet duket e pamundur që të kalosh për ditë.